Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Seanca e sotme në kuvent u shoqërua me debate, incidente të shumta dhe fjalor të papërshtatshëm mes pozitës dhe opozitës. Seanca e sotme plenare që në rendin e ditës ka miratimin e proces verbaleve të seancave të mëparshme, interpelanca me ministra, seancë pyetje përgjigje si dhe shqyrtimin e disa projekt ligjeve dhe projekt vendimeve të rëndësishme, nisi me debate të ashpra, kur kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi socialistët. Kryetari i kuvendit Peleshi mes debateve ka ndërprer seancën për mos respektim të rregullores së kuvendit. Seanca e sotme, përveç incidenteve të shumta, u shoqërua dhe me përdorimin e një fjalori të papërshtatshëm. Parlamenti është strofulla e mbrojtjes hajdutëve. Këta që janë pas shpinsime, edhe këti krahu janë të gjithë maska e Lubis dhe Edi Ramës. Par vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Çdo parti politike ka të drejtë legjitime të protestojë, dhe kjo është e garantuar në kushtetutë dhe në ligj, por çdo parti politik apo formacion që thirr një protestë mban përgjegjësi për mbarvajtjen e këtyre protestave. Duket qartë që personat e përfshirë në aktet e dhunës janë persona të nxitur, të dyshuar, të paguar për të kryer ato akte dhune. Kemi 2 orë që dëgjojmë këtu një ish kryeministër që jetën e tij politike e ka nisur dhe e ka përfunduar vetëm me dhunë. Boll me teatr, ky parlament duhet futet në shina dhe duhet fillojmë me rendin e ditës. Fatkeqësia më e madhe e këtij kombit është prezenca jote këtu, Sali Berisha. Po si nuk e turp dhe sedër që vjen këtu në këtë parlament dhe gënjen, si nuk e turp. Ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sapo tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e të na kuptojnë. E me që se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja vetë. Ushtronin prostitucion në banesën e Marr me Qera në Fier. Policia arreston 2 të reja banuese në Kazakistan dhe Turqi. Goditet një tjetër rast i prostitucionit në Fier. Në pranga janë vënë 2 shtetase të huaja që ushtronin prostitucion në një banesë në këtë qytet që e kishin marrë me Qera për këtë qëllim. Sekuestrohet një shumë parash që dyshohet se është përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Sipas njoftimit të plotë të policisë, si rezultati hetimeve të kryera me metoda speciale për një rast prostitucioni, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të DVP Fier në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale arrestuan shtetaset. YY, 30 vjeçe banuese në Kazakistan dhe AA, 31 vjeçe banuese në Turqi. Këto shtetase kishin marrë me Qera një banesë në qytetin e Fierit dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2.800 euro dhe 29.000 lek që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari kriminale si dhe 5 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Fier për veprat penale prostitucioni dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, prezantoi sot programin Kurti 3 që nga paga mesatare që do të rritet 1.000 euro deri tek akordimi i fondit prej 1 miliard euro për FSK-n. Qeveria e re e Kosovës, pas votimit një ditë më parë në Kuvendin e Kosovës, mbajti sot mbledhjen e parë, njoftojnë mediat kosovare. Në mbledhjen e sotme, ndër të tjera, qeveria ka proceduar në Kuvend buxhetin për vitin 2026, i cili ka vlerë 4 miliard euro. Kryeministri Albin Kurti, i cili u mandatua për herë të tretë, prezantoi programin e tij që është fokusuar kryesisht te rritja e mirëqenies për familja në Kosovë, duke deklaruar se gjatë mandatit të ri do të rrisë pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro, si te do të dyfishojë shtesat për fëmijët deri në 90 euro. Kurti gjatë fjalës së tij ka nënvizuar se rritja do të vazhdojë në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike. Po ashtu theksoi ai, çdo nënë e re do të përkrahet me 500 euro deri në 6 muaj. Sërish në mbështetje të grave, kryeministri bëri me dije se do të krijohet platforma Superpuna që synon punësimin dhe integrimin e tyre. Por për te ekonomisë së familjeve, pikkyçe në zotimet e Kurtit, mbetet edhe premtimi se gjatë këtij mandati qeveria do të akordojë 1 miliard euro buxhet për forcën e sigurisë së Kosovës.
Pas një sage të gjatë dhe një ngërçi prej rreth një viti, Albin Kurti siguroi kartonot jeshil të domosdoshëm për mandatin e tij si kryeministër nga Kuvendi i Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se pas ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare që po presin të votohen në Kuvend, është gati të nisë diskutimet për presidentin. Mitsotakis dhe Erdogan u takuan në Ankara para mbledhjes së Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë mes dy vendeve. Liderët deklaruan se do forcojnë bashkëpunimin. Presidenti i Turqisë, Erdogan, priti në Ankara kryeministrin grek Mitsotakis në takimin e tyre të parë pas gati 2 vitesh. Vizita u zhvillua në kompleksin presidencial dhe u pasua nga mbledhja e 6 e Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë mes dy vendeve. Në një atmosferë shumë të mirë dhe konstruktive, kryeministri grek Mitsotakis zhvilloi një takim kokë më kokë me presidentin turk Erdogan në Ankara. Në konferencën e përbashkët për shtyp, presidenti Erdogan theksoi se u trajtuan hapur dhe sinqerisht temat e ndjeshme të Egjeut dhe mesdheut lindor. Ai deklaroi se megjithse këto çështje janë komplekse, ato nuk janë të pasgjithshme. Ajo që nevojitet është vullneti i mirë, dialogu konstruktiv dhe dëshira për zgjidhje. Unë dhe miku im i dashur, Kyriakos, biem dakord për këtë, u shpreh presidenti turk. Presidenti turk kujtoi dhe vizitën e tij në Athinë në dhjetor të vitit 2023, që sipas tij hapi një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Gjatë asaj vizite u nënshkrua deklarata e Athinës për marrëdhëniet miqësore dhe fqinjësi të mirë. Dokumenti synon forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Presidenti turk tha se që prej asaj kohe është shënuar progres në disa sektor. Ai shtoi se i njëjti vrull mund të shfrytëzohet edhe për zgjidhjen e çështjeve në Egje. Takimi në Ankara shihet si një hap i ri për uljen e tensioneve dhe forcimin e marrëdhënieve mes dy fqinjve dhe aleatëve në NATO. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.